Në zallamahinë e skandalit të vjedhjes në Bankën Qendrore po dëgjohen çdo ditë më shumë kritika e ankesa kundër qeverisë, pse ajo po tregon me vështësi në qëndrimin ndaj guvernatorit të Bankës së Shqipërisë Ardian Fullani. Shumë zëra po shprehen hapur se ajo duhet bëj çmos që të shkarkojë atë si përgjegjësi kryesor dhe i padiskutueshëm i mega skandalit që ka ndodhur në një institucion qendror. Pa hyrë në hollësitë që kanë të bëjnë me përgjegjësitë dhe dëmin e shkaktuar nga veprimet apo mos veprimet e Fullanit dhe aq më pak për bëmat e antarëve të familjes së tij, mund të thuhet se në këtë mes, në rrëmujën e përgjithshme po keq kuptohet një element esencial, që ka të bëjë me mundësinë e ekzekutivit që të ndërhyjë për zgjedhje. Ndoshta ne, shqiptarët, jemi mësuar deri tani me kryeministra e qeveri që ndërhyjnë në prokurori, gjykata, bankën e shtetit, sipas ligjit e kundërligjit, për të emëruar, shkarkuar, ndikuar në punët e tyre. Ditën e djeshme, qeveria bëri reagimin e saj, një deklaratë e fortë me të cilën kërkonte veprimin e prokurorisë, hetime në thellësi dhe ndërhyrje tek kuvendi për të ndryshuar ligjet. Kështu që ajo që ka ndodhur nuk mund të ndodhë më. Më shumë qeveria nuk ka mundësi të bëjë kundër një institucioni si guvernatori i Bankës së Shqipërisë që përfiton nga një pavarësi totale ndaj pushtetit ekzekutiv. Ka limite të caktuara në kushtetut që e ndalojnë të bëjë ndërhyrje, si tek Fullani apo tek çdo drejtor e punonjës i Bankës së Shqipërisë dhe për respektimin e institucioneve të pavarura që ndoshta për herë të parë po bëhet diçka serioze në vendin tonë. Lëvizja e vetme që mund të vëjë në provë vullnetin e mazhorancës do ta kishte zanafillën në Këshillin Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, ku me shumicë votash duhet propozohej shkarkimi i guvernatorit apo i gjithë Këshillit, çka do t'i përcillej Kuvendit të Shqipërisë si i vetmi që mund të marrë vendim përfundimtar mbi shkarkimin e Fullanit. Kjo pasi Fullani duket i vendosur deri tani të mos jap vetë-dorëheqjen, me gjithë thirrjet që po i bën 99% e opinionit publik. Por rrezikut që Fullani të mos lëj karrigen e guvernatorit nuk ka pse t'i shtojmë rrezikun tjetër, të diskreditimit të mëtejshëm të shtetit shqiptar, me një qeveri që ndërhyn në punët e një institucioni të pavarur të këtij shteti, ku sigurisht do të kishim reagim negativ në unison nga ndërkombëtarët që na monitorojnë, Banka Europiane, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore e tjerë. Ngjarja nuk është diçka politike ku qeveria e ka për detyrë të ndërhyjë. Ndërhyrja e saj është shprehur në mesazhin shumë të prerë të ditës së djeshme ku kërkon seriozitet nga institucionet e pavarura të shtetit dhe ofron ndihmë për gjithçka. Mëtej kalojmë në një shtet ku pushtetet janë të shkrira dhe jo më veta.